Ka shumë se çështje keni kalu ditën e diel sot që është pak më speciale të themi për shkak se janë raundi i dytë i zgjedhjeve. Po sot zakonisht në mëngjes kam dalë në votime, e kom kry obligimin tim, edhe kom shkuar të shtëpia, kom hangër kafe, kom dalë që të në park po rrimi po kalojmë kohë. Jo zotri, si shoku juaj një? Që është edhe më s'ku ki shoqi, qatë ki fetëm në, që të punë shka u deshtë kryesori këna kry me votime, dhe që në dalë pak më shatit, në 2 vjetë e rjena, e që me ndë nuk purit drejtë në thonë, qashtu. Po sa po keni hapësirë dhe ku të qëndroni pikërisht me kalu kohën me shoqërinë tuaj këto në Gjilan? A e keni vetëm këtë hapësirë apo keni edhe ndonjë destinacion tjetër? Jo, kemi klubin, klubi pleqve, Po. të stacionet që. A realizoni ato aktivitete? Po qysh, po, ja të shkujmë, Ka të interesu mjaftueshëm. qysh jo, labon me shok, me kejt, pleq. Po kjo djela ka qenë ditë të vote për ju? Po, Keni votu? po. Shumë mirë. Kum vetu gjegër edhe kum ora pet me bone lap, me bone shoqëne, që me bo. A veni çdo ditë javës në këtë hapësirë? Valla veç kërë mua t'i shtirë se, po, regullisht. Deshtëm pak një pyetje se sa mendoni se Gjilani është zhvillu kohëve të fundit sa i përket hapësirës, gjelbrimit, hapësirave publike? A i falë që në? Me të rëgu të vërtetën, jo që është zheru, po u shkatru. Të Gjilanin që tu me dalë verës, këtu e ki veç o tha me bari, me kreta, se asë vadit kush, asë këshirë kush, asë para komunës që aty barëm për para ka qenë